Skenaret për fazën play-off do të jenë dramë vete për Shqipërinë dhe kombëtarët e tjera që pretendojnë të marrin pjesë. E gjithë lufta në fjalë nuk qëndron vetëm për ta mbyllur si i dyti në grup, por edhe për të qenë pjesë e dy vazove të para si skuadër favorite. Ndarja në vazo varet nga renditja e FIFA-s pas ndeshjeve të nëntorit. Më konkretisht, bëhet fjalë për ndeshjen gjysmëfinale, që shorti të rezervojë një rival më të lehtë në letër. Praktikisht, në kushtet aktuale, Slovakia bën tifo për Shqipërinë, ndërsa kuqezin për rivalet e slovakëve në grupin A, pikërisht Irlandën e Veriut. Slovakia nuk do të donte që Serbia ta mbyllte si e dyta në grupin K, kjo pasi do të kalonte vetë në vazon e tretë, ndërsa aktualisht është tek e dyta. Ndarja në 3 vazot e para është falë renditjes së FIFA-s dhe Serbia do të mbante vendin e parë në vazon e dytë. Shqipëria ndërkohë është e para në vazon e tretë, ndërsa do t'i bënte punë që në grupin A, ku është Slovakia, ta mbyllte Irlanda e Veriut si vendi i dytë. Llogari këto që vlen, nëse situata në grupet e tjera nuk ndryshon. Kështu nëse situata në grupet e tjera nuk do të ndryshonte dhe po ashtu Shqipëria dhe Irlanda e Veriut do e mbyllnin si vendet e dyta, atëherë kuqezinjtë automatikisht do kalonin në vazon e dytë. Përfaqësuesit që aktualisht do të pozicionoheshin në vazon e dytë janë shumë më mirë se Shqipëria në renditjen e FIFA-s. Bëhet fjalë për Hungarinë, Skocinë, Çekinë dhe Slovakinë, si rasti në fjalë. Për herë të parë në histori, Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet me 48 skuadra. 16 ekipe kombëtare europiane do të marrin pjesë në botërorin që do të mbahet në Kanada, Meksik dhe SBA, teksa shanset e Shqipërisë pas suksesit madhështor në Serbi duken reale. 12 vendet e para të grupeve do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës 2026, ndërsa 4 vendet e mbetura do të përcaktohen nga një fazë play-offi. Por si do të funksionojë faza play-off për Kupën e Botës, aty ku Shqipëria mund të përfundojë nëse fiton kundër Andorrës. 12 vendet e dyta nga grupet e kualifikueseve marrin pjesë në play-off së bashku me 4 ekipe nga UEFA Nations League 2024-2025, që në bazë të paraqitjeve në grup do të ketë edhe një klasifikim të përgjithshëm të gjithë ligave. Pra në total, vendet e dyta dhe 4 ekipet nga Liga e Kombeve do të formojnë 8 çifte, nga ku do të dalin edhe 4 skuadra që do shkojnë në botëror përveç 12 vendeve të para. Pra Shqipëria, në qoftë se e mbyll grupin në vendin e dytë, do të përballet me 2 kundërshtar që përcaktohen me short në fazën play-off për të siguruar një bilet drejt botërorit për të mbajtur gjallë ëndrrën amerikane. Tashmë situata në grupin K është si më poshtë. Shqipëria ka ende 2 ndeshje për të luajtur në nëntor, më 13 nëntor ndaj Andorrës në transfert dhe në 16 nëntor ndaj Anglisë në Air Albania. Serbia ka 3 ndeshje për të luajtur, me datë 14 tetor, që Shqipëria është pushim, serbët do të luajnë një transfert të vështirë ndaj Andorrës pas situatës së krijuar në ekipin e tyre. Në rast fitore, diferenca me Shqipërinë mbetet vetëm 1 pikë. Në nëntor, Serbia luan në transfert ndaj Anglisë në 13 nëntor dhe në fushën e vet ndaj Letonisë në 16 nëntor. Fati i vendit të dytë lidhet direkt me Anglinë. Shqipërisi duhet të fitojë patjetër me Andorrën dhe të shpresojë që Serbia të bëjë një tjetër hap fals në 3 ndeshjet e mbetura. Skenari më i keq i mundshëm është që Serbia të fitojë 3 ndeshjet që i kanë ngelur. Fitoria minimale ndaj Serbisë ka afruar kombëtaren shqiptare të futbollit me play-offin e botërorit 2026. Kuqezinjtë mbajnë vendin e dytë në grupin K me 11 pikë, 4 më shumë se Serbia e vendit e tretë, e cila ka një ndeshje më shumë se kuqezinjtë. Një fitore ndaj Andorrës në nëntor thuajse do të siguronte pjesëmarrje në fazën play-off për botërorin, megjithëse një kualifikim në fazën finale duket i vështirë. Ndarja e vazove do të bëhet në muajin nëntor sipas pikëve dhe renditjes së FIFA-s. Megjithatë, llogaritë e para kanë nisur. Faqja e statistikave Football Mjec Data e vendos Shqipërinë në vazon e tretë, ku bëjnë pjesë edhe Hungaria, Slovakia dhe Bosnia-Hercegovina. Sipas rregullores, një skuadër e vazos së tretë përballet me kundërshtar nga vazo e dytë, aty ku bëjnë pjesë emra të njohur, të cilët i kemi mposhtur më parë si Polonia, Çekia, Hungaria dhe Skocia. Nëse muajin e ardhshëm nuk ka ndryshime, Shqipëria mund të përballet me një nga ekipet e vazos së dytë, por asgjë nuk është përfundimtare pasi aty mund të përfundojë edhe Italia e drejtuar nga Gattuso. Pas kësaj do të luajnë 4 çifte gjysmëfinaliste, ku do të dalin 2 finaliste. Fituese në finale do të shkojnë në botëror. Me pak fjalë, një mision shumë i vështirë për Shqipërinë, por jo i pamundur. Vlen të theksohet se këto janë parashikime momentale, pasi situata mund të ndryshojë në muajin nëntor pas ndeshjeve të fundit në kualifikuese.